Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt. Data është 20 maj, jemi në transmitim live dhe të drejt për drejt në televizionin News 24, si televizioni më i madh informativ në vend. Edhe këtë të mërkur do të jemi në shoqërinë e këtij emisioni, ku ditën e djeshme e kemi paralajmëruar që gazetari Ervin Dushi, i cili ishte dhunuar nga pronari i supermarketit, do të ishte pjesë e emisionit Me zemër të hapur live dhe drejt për së drejti, nuk mundi për shkak të plagëve të marra dhe gjendje së rënduar shëndetësore që Ervin Dushi ka pasur pak orë pas ngjarjes ditës së hënë, rreth orës 20, ai është paraqitur në policinë e Shkodrës ku ka bërë edhe kallëzimin. Në fakt, ne kemi dhënë intervistën që vetë Ervin Dushi ka bërë për të gjitha mediat, e kemi pasqyruar, është diku rreth 4 minuta dhe dalja e kësaj interviste që përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt, ishte bërë shumë virale nga gjitha televizionet dhe nga gjitha portalet, ka reaguar edhe dhunuesi i Ervin Dushit, pronar i supermarketit, i cili ky i fundit arriti të shpjegonte situatën e tij. Menjëherë pas emisionit Me zemër të hapur, policia e Shkodrës ka ndaluar dhe arrestuar këtë zotëri i cili ishte në transmetim të drejt për drejt në News 24 ditën e djeshme. Pra ditën e djeshme kemi dëgjuar të dyja palët. Ervin Dushi dhe situata e tij është më e përmirësuar tashmë edhe me arrestimin e autorit. Ervin Dushi ditën e sotme do të jetë drejt për së drejti me prova dhe me fakte të reja, ekskluzivisht në studion e emisionit Me zemër të hapur. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me Ervin Dushin, por edhe me të papriturat e këtij emisioni. Gazetari Ervin Dushi ka denoncuar se është dhunuar rreth orës 8 të mbrëmjes nga disa persona në Shkodër. Sipas deklarimeve të tij, autori i dhunës ka qenë shtetasi i Prek Gjoni, së bashku me disa persona të tjerë që ndodheshin me të. Gjoni njihet si pronari i 10 të marketeve Xhedis. Dushi pretendon se ngjarja lidhet me një denoncim të bërë prej tij disa kohë më parë në mbështetje të një punojëse të marketit, e cila kishte pasur një mosmarrveshje me pronarin e kompanisë. Pas incidentit, gazetari ka bërë kallëzim në policinë e Shkodrës dhe është shprehur se do ta ndjekë çështjen në rrugë institucionale. Ditën e djeshme, gjatë transmetimit live në studion e emisionit Me zemër të hapur, Prek Gjoni, akuzuar nga Ervin Dushi, foli duke kundërshtuar akuzën ndaj tij. Madje ai akuzoi gazetarin si person që e ka stisur dhunën. Ditën e sotme ka vendosur të rrëfej momentet e dhunës. Gazetari Ervin Dushi, ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit. Ju ishit edhe ditën e djeshme, kemi pasur mundësi të ndjekim të dyja palët, Ervini me një deklaratë të gjatë për media që kishte qarkulluar orët e fundit, pasi Ervinin duhet ta kishim live, ndërkohë që ajo kronikë dhe fjala e Ervinit provokoi dhe palën tjetër, i cili kërkoi ekskluzivisht në emisionin Me zemër të hapur të reagonte ndaj saj. Menjëherë pas transmetimit të emisionit, policia e Shkodrës ka reaguar duke arrestuar personin dhe pritet masa e sigurisë tashmë nga gjykata e Shkodrës. Në krahun tënd, Eduard Tafa, psikologu në klinik. Përshëndetje, mirë se erdhe, Edi. Përshëndetje, mirë se vjen. Ashtu siç kishte premtuar ditën e djeshme dhe për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, sot e kemi Ervin Dushin me prova dhe fakte të reja. Përshëndetje, Vini, mirë se erdha. Mirë se vjen dhe faleminderit për çdo gjë që bani ju gjithë kolekt. Në fakt ne bëjmë detyrën, Vini, siç ke bërë edhe ti. Do doja të dija si është gjendja shëndetësore, duke qenë se 24 orë më parë, përpara se të hynim transmetim live, më thej që nuk jam në gjendje për të dalë për ditën e djeshme, pra sot nuk dal dot për dje. Po, si është gjendja jote? Po mujtë të thashë, se nuk mujtë. Bile kërkoj falje edhe shikuesve për artikulimin, sepse kam vështirësi akoma, pasi jam i qepur, në buzët e mia, kam qepje, dëmtime në kam, të leta dhe në bri, që akoma të shif. Vini, çfarë thonë mjekët për ty? Sot, që ne flasim. Dëmtime, nuk e di tash, nuk mundi, kam një kartel këtu para meje, që kam marrë një kopje, por është e vështirë me deshifru shkrimin e mjekëve, vetëm do konsultohem me një mjek familje. Kam marrë recetën, sepse kam qenë jam paraqitur në natën e djeshme, rreth orës 21,
jam paraqit përsëri në spital, pasi kisha marrë fryme, theksuara koke, marrë fryme, tension të lartë, do paraqita përsëri në ambient të spitalit. Po, ju lutem Regjia më kaloni në kufje zërin e Vinit për ta dëgjuar sa më qartë Vinin. Vini? Do doj pak një nga Regjia dhëmë që një gjë ju... Ta tjetër, na dëgjon keq, është e vërtet. Është e vërtet, në fakt, provat përpara se ty në transmetim të drejt për drejt i ke bërë me Regjin, ndërkohë që duhet kishim zhvilluar edhe disa prova bashk për të dëgjuar këtë komunikim të drejt për dëgjuar ti mirë, por edhe unë njëkohësisht, ndërkohë që Regjia ju lutem ta kem në kufje për të kuptuar unë fillimisht për të drejtuar pyetjet, po t'jenë sa më qartë edhe të ftuarit e mi. Vini, ditën e hënë, ti ke qenë në një tjetër televizion, live, kemi treguar xhaketën tënde, ti je rikthyer në Shkodër, nga aty ke filluar të hysh në TikTok dhe të kesh një live me ndjekësit e tu. Unë kam parë disa video në fakt, Vini, kur ti ke qenë live, e ke mbyllur live-in për disa minuta, sepse ka kaluar një makinë me shpejtësi. Si ka qenë udhëtimi yt nga një studio televizive drejt Shkodrës, çfarë ka ndodhur në ato udhëtim dhe si arrite ti të takoshe me Prelgjonin? Atëherë, doni që fillimisht të shpjegoj vetëm ditën e ngjarjes apo? Po, patjetër, ditën e ngjarjes, momentin që ti ishe në Shkodër. Për mu për banin të arrestit ta marrim në themel. Atere, flasim për ngjarjen, pastaj flasim edhe për se edhe Prelgjoni dje ka folur, po. Kam një gjuhë dhe zorin avokate. Po, e kemi përsëri sot. Desha mi dhonë ca përgjigje. Do t'ja japësh, Vini. Unë jam një person ndjekje, këtë se dhja, e di ka avokatja, por gjithsesi do kemë rastin të pajisi edhe me një vërtetim që nuk e kam. E kam bërë kërkesë sot, sepse nga prokuroria, po vi, në 24 orë vonë, do dalit, do janë nisi zojës pa tjetër në privat. Mirë, flasim për ngjarjen, Vini. Jo, të lutem, po, se akuzat publike nuk janë... Dakord, po s'folëm për ngjarjen, nuk flasim edhe për atë çfarë ka shkaktuar ngjarjen. Le të filloj për ngjarjen. Po. Ngjarja, jam kështu, jam kthy nga Tirana rreth orës 16 e pak. 18 e pak. Ora 6 e masditës. Jam nal, kam taku një mikun tim, edhe aktor i njohur, kena pi kafe shpejt, kam vazhdu rrugën për shtëpi. Itinerari bëhet fjalë nga kisha e madhe që quhet Shkodër, drejt lagjës Skënderbek. Dhe aty ka ndodhur që u kam pa menaxherin, jo mikun, nuk është miku. Nuk është miku, po është menaxheri i lokaleve të zotit Dhunus. Dhe kam taku zotnin, jam nali kam dhënë dorën. Dhe i kam thënë, si ka kamera dhe me audio e që. I kam thënë, por mora vesh që ka kërku numrin tënd. Të gjitha i keni, jo kam nisë regjis. Uroj që regjia, në fund pastaj, ti mbledhë gjitha bashkë. Dhe, i kam thënë që ka kërku numrin tënd, qa puna, thuj të marrin telefon, se sa po jam kthy nga Suedia. Kam qenë në Suedi, une, për të rinovu pasaportën tënde. Suedezi. Që i që jam kthy nga Suedia? Qa ka? Dhe kam vazhdu rrugën, sepse kam kenë një shëshurë me njërës tjerë. Lejtë e vërtetueshme. Gjatë kësajnë tonë, të ambientit të rruga ku që shkolla pyjore, në Shkodër. Kalon shkolla pyjore, aty është mbi kalim, është vijat e bardha, me një bumë të vogël. Duke kalu aty, një makinë e zezë, parë shpejtësisë këtë erë, vetëm kam bërë mrapa, kam rrytë vetën, edhe makina se ka vu kamen frena. Hiko e rast, vazhdoj rrugën teme. Që aty, në fakt, unë kam hap një live të cilin ti e disponon. Kam hap një live dhe theksoj. Në live aty, në TikTok, kam hap dhe kam thënë, po hynë live që të kemë fakte, sepse po kam frikë për jetën time.
Dhe la disa fakte mrapa. Po. Dhe kam vazhdu, kam fol, bashkë bizedim me njerëzit 10 vet, 20 vet, nuk jam i famshëm në për rrjetet. Vini, makinën ti e lidh me ngjarjen e më pasme që të ka ndodhur me dhunimin tënd, e lidh pikërisht ngjarjen e makinës, sepse më parë kishte parë menaxherin e supermarketit? Pra ka qenë e qëllimshme makina përkundrejt teje? Ma parë po është menaxherin. Po, pastaj ndodhi çështja e makinës. Pak më parë kam taku një person që e kam shumë mik, jo person që piva kafe, po një tjetër në rrugë, që jam mbështet dhe mbani thirrje, inshallah nuk e kemë me xhedisin. Po. Pra, ishin bërë shumë këmbana që po binin. Dhe pata frikë për jetën teme. Normalisht unë e lidhi me këtë, sepse unë e kisha para ndjenjen, ndaj dhe hina lajmë. Po. Dhe para ndjenja nuk më shgënjeu. Si shumë vërtetu në fund. Kam vazhdu rrugtimin tëm me një live hapur të cilën, si që thash më herë atje disponon, kam vazhdu drejt Skënderbegut, aty ku ndodhet edhe vetë lokali Xhedis. Në supermarketin Xhedis, nuk kam vazhdu mua poshtë, nuk kam vazhdu më shku në Xhedis. S'kisha punë, kam shenë në trotuarin përballë. Dhe më ka ra telefoni. Edhe kjo duket taj video e gjatë që ju kam dërgu juve. Ju kam dërgu regjis. Dhe gjitha këto detaje duke e letë rëndushme. Me bjen telefoni dhe i baj minqve që më ka ra telefoni. Dhe flas. Hyj pastaj dhe them që më falni, por më duhet të dal, më duhet ta mbyll, sepse një nga pronarët e marketeve më ka kërku me pi kafe. Dhe kjo ka qenë historia ku vërtetohet fjalë për fjalë imja, jo si shka thonë zotnia ditën e djeshme, po. Po, se i mirë që të dhunan, po i s'do me të lanë as me tek. Mirë, vetëm ju lutem, regjia, kanë nxjerrë disa mesazhe që nuk kanë lidhje me këtë që po tregon e Virndushi, janë 2 video të shkurtra, të shkëputura nga live i TikTokut, nga një video e gjatë që përsëri e disponojmë, po nuk kemi pse ta japim aq të gjatë, po t'japim vetëm fillimet dhe mbarimet e asaj çfarë po diskuton Virndushi, do arrim edhe tek mesazhet, por jo tani sepse nuk janë të përmendura nga Ervini. Po, atër, e ndjekim Vini, e ndjekim pak të lutem, e fillojmë regjia videon e parë. Ku del... E ndjekim, prit. Vini? Arsye përse hapa unë live-in, pau. Arsye përse hapa live-in, o Alban, o ti o i gjem, ashtë i rëvgatim hypin kurri, se tjetin vjetë barda. Shife, për shkodër a gjo normale e burë? Nuk ka se ka në i gjo. Vini, po arsye apo thjesht normale, adin... Jo, kam baj mesazh. Kam baj mesazh i do publikoj video të supermarkete me ushqime s'ka dume. Okej. Është plotësisht e drejta jote, adin. Është plotësisht e drejta jote. Po teorikisht. Pal, do hangsha palin që je. Jo, plotësisht e drejta jam, o vllai prishi biznesin ati. Po tash biznesin. Shiko, çdo gjë ta bëj një do të më vë vetëm para. Flet kollaj se kam ndaj edhe para javës në Saudi, para javës. Atëre, Vini, më dëgjon? Po. Kemi dhënë pikërisht atë që ti e vërteton me këtë pjesë të shkurtër nga live i TikTokut. Nuk e di, ajo rruga aty është e mbuluar me kamera që të vërtetohet kush është targa e makinës, kush është drejtuesi automjetit, kush është automjeti? Djenin time duhet këtë, nuk jam shumë i informuar, se si shati e dim, kam shumë, ite kam qenë jashtë, ka pak muj që jam këthy në Shqipëri përfundimisht, por nuk e di. Atere, si përfundove tek dera e supermarketit dhe çfarë ndodhi aty? Absolutisht, jo. Kam ikë të lokali që është më poshtë, për pritë zonin që është lokali i një pike karburanti. Po. Që është pak më poshtë. Kam i aty për të pi kafe. Nuk ka vënua, s'kam porosit, më ka ra telefonin, ku je? Po vi.
hajde si të përjashtë e jam. Po? Jam këthy mrapa, pa asë dhe një fjallë. Qartë. Përveç një shamje në themel, me qëfar mundte, më ka godit. Në duhet të theksoj, që zotëria në fillimisht e veti 4-ti. Po? Kur më panë mu, ata pa si kur po hynë në market. Dhe u afru në afër derës, se sa ai nuk ishte larg derës, da? Ju në distancë. Sa të afrohem unë, që mos të frigohem. Por unë, me pafajsin time, me guximin, që e si dush. Me besimin, dhe me besimin. Pasi falë kushërinit ti, falë kushërinit ti që nuk është mik, si që ka thonë edhe tjetri, është kushëriri i tia, i që ka hyrë mes, kur u banë këto denoncimet, dhe tha, a keni gja personale me një tjetrin? Jo. Ky ka pa punën, ti ki pa fajsin tane, a myllim mes jush, se qa pa drejtësia, bani me drejtësin. Kena dhënë dorë një tjetër dhe kena hik. Ky ka kanë qëllimi i kafes me zotin. Kushërini ti ka hyrë të mes, për mas me lanë divergjenca, mas me lanë konflikte. Duke pas mushak, atë kushërit. Kthehem tek ngjarja. Aty më menën jam godit. Jam godit nga prela i pari. Jam godit nga dikush tjetër nga mbrapa direkt. Sekonda. Dhe janë shumë shjelma. Mimu. Pa mshirë. Ka qenë edhe një person i 4, i cili në fakt ishte në pjollim me ta. U largupat, dhe aja shty vetëm me një mu, personi i 4. Mos qofsha gabim, personi i 4 ka një lokal përballë, dhe mund të vërtetojnë gjithë kush kollaj, edhe e theksoj, ai vetëm, mos ishte ai, unë do isha akoma më keq. Qartë. Kja është ngjarja e ditës. Pastaj jam shkut, kam shku në polici, kam bërë denuncim, kam shku kam, polici, kam bërë denuncim. Më ka prit vetë zoti me bërë në fakt e ka një formu, dhe ka arë sekonda, më ka prit vetë, si je, ka caktu oficerat, dhe ka vazhdu procedura. Vini, si e pe daljen e zotit Prel Gjoni, dhunuesit tënë në emisionin Me Zemër të Hapur, pasi u dëgjua e gjithë fjala jote prej 4 minutash për para policisë Shkodrës, kjo fjale gjate jotja në këtë studio provokoj që a i të kërkonte të hynte dhe të regonte versionin e ti, po pas emisionit a i me njerë është ndaluar dhe arrestuar nga policia e Shkodrës. Më thuaj pak, ti si e përjetove gjithë këtë situatë? Se po në ndishje dhe live, në fakt. Unë po ndishja, dhe unë nuk kam si me përjetu, se a i ma shumë se i ka bërë dam vedit, s'ka bërë mu, dhe unë nuk më falni, se unë nuk kam plan të ndaloj, unë do vazhdoj, sa më të marrë vedin, i përmirësovi shik nga gjendje shëndetësore, sepse unë këte kam, rrjete social, për shprehjen e fjalës lirë. Nuk po. O Vini, a je njohur më parti me Prel Gjonin, i cili deklaron që keni konflikte interesi, keni procese të hapura gjyqësore për shpifje ndaj ti, që ti paguesh nga konkurenca për ta goditur? Atëherë, ndjenin teme, unë nuk kam asë dhe një konflikt në zotnin. Mu më ka ardhë. Këthejmi të vjella e ngjarjes, po ma letës se janë data, po ma risot letës janë data. Okej, janë data, kalujmë në hapësirën e parë publicitari që mos ndërpres dhe të kesh gjithë kohën tënde në dispozicion. Publiciteti i parë dhe rikthehemi. Mbas hapësirës së parë publicitari jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, kalojmë live në Shkodër aty ku na pret Ervin Dushi, për disa probleme që mund të kënquar deri në përplasje fizike dhe dhunohet gazetari i cili ushtron profesionin e tij të lirë, siç thot vetë Ervin Dushi, dhe ndërkohë kishte investiguar kohët e fundit për sa i përket produkteve të skaduara në disa markete në Shkodër. Po helmohet Shkodra, kështu thot Vini, më dëgjon? Atëherë, ne duam të dimë, po.
Të bëjmë edhe ne pyetje. Ne duam të dim arsyet që kanë çuar deri në përplasje fizike. Çfarë ka ndodhur me disjush? Si njiheni? A keni një proces gjyqësor të hapur për shpifje me këtë person? Siç e thash më herët, ndjenin ndajme jo. Okej. Në qoftë se personin fjalë qoftë sa mësu, mund me pi kafe, me dhon dorë, në mundë me shku në polici, me bë padina, nuk e di, deri ti për zakonit ton, po edhe mund t'i bajnë se përderisa pret veti treti me pi kafe, veti katërti, ças pret prej ti. Po të kalojmë gjëra konkrete, të lutem. Po. Okej. Atëherë, si nisem, si u njoha, si ardhëm dhe në këtë moment. Në datën 19 prill, Jurgen Pepaj bën një padi në rrjetin Jeta është. Po. Nuk e di është media apo se si mund quhet. Portal online, po. Portal. Faleminderit për timin se tash nga stresi dhe harroj ku e hupim nga i fjalë. Portalin Jeta është. Kolegët tanë mulojnë fytyrën e tij dhe bajnë padin. Për aqesin videon e tij. Po. Cili do gjej rastin të përshëndes për punën e mirë. Po. Dhe ajo që ka ndodhur është ditën e nesërme angazhohet ekipi dhe e gjen kush është. Mos mulimit fytyrës. Po. Me kamerat, me njërin, me tjetër, e gjen atë. Dhe fillojnë kërcënimet. Këtë punën e kërcënimet ka marrë vesh më mbrapa, nuk ishte ndjeni. Po. Dhe për të bajë hit detajisht, kam qenë shtëpi, kur një kushuriti po më merr telefon dhe thotë kena nevojë thotë për media, thotë po s'pona përgjigjet kush. A ke mundësi vëlla me ato rrjetet e tua sociale? Po. Marr. Po. Po atëherë thotë përderisa kam dalë sa të punë. Dhe konkretisht shkoj dhe paraqitëm para Xhedis supermarket në trotuarin përballë. Në telefonin tëm bëj një video ku them ndërruar miq, ndodhe personin i cili sot është kërcënu. Pretendon nga rrjeti Xhedis, nga pronar, sepse sipas pretendimeve të tij ka abuzime të forta me punojësit, nuk regjistron punojësit, i largon një kohë shkurtër kur i vjen koha për të regjistruar sigurinë shoqërore, i kështrajton, i dhunon, e tjerë, të ishin pretendon, thamë, gjithmonë. Unë nuk kam asnjë fakt, asnjë gjë. Pretendon, në videon time mund të dëgjohet këtë qartë, e dispononi ju. Pretendon, them. Dhe kontaktoj me organet e policisë aty. Na thonë se sa sigurt ndiheni për sonde. Ky zot nini thon, jam i sigurt thot sonde flajun shpisës. Si shas po vinë në shtëpi, kështu si me patu. Dhe e mbyllim për atë natë. Nesër në orën 10 në takim, vetë drejtori pra. Po. Vetë drejtori këtë berberit, cilin e përshëndes. Më thotë që nesër mbas orës 8 kur të duash, deri këtë hapur tani, 24 orë. Po me qenë se ke qef që ti jem unë aty, mbas orës 8 ke aty thotë. Falenderoj. Po ja them me detaj sepse du të zjerri që nuk e di se sa i punon truni ati njeri për me zjerë në sekonda. Gjithsesi. Dhe ikin ditën e nesëme, bëjmë padin. Krymë procedurat ligjore me. Po. Me djallë, unë thjesht i pranishëm duke ndajnë në karrige mrapa. Thjesht duke qenë prezent. Bën padin, bën gjitha ata që ishtë nevojshme, si mas ligjit, procedurat ligjore, dhe shkëputemi, jashtë, për derës policisë, rrethimit policisë. Bëj edhe një video tjetër, ku thamë, miqtë e mi, këtu marrën historia, kajnë përfundu në padi, kundër padi. Historia, Pepaj, Xhedis, marrën këtu, sepse nuk ka si gjamë styne, pra e ka marrë shtetin dorë, padi kundër padi. Po. Dhe mbyllët. Po. Dhe pastaj, pak ditë më vonë, takoj mikun tim
ku dispononi edhe mesazhet me audio dhe do doja që unë bëj pushim dhe dëgjohen audio. Po. Nëse është e mujtur. Po, nuk e dim nga ana teknike, se jemi dhe live vin, por Atë po pyes. derisa ti ke me prova, nuk ka rëndësi që çdo fjalë jotja edhe të vërtetohet me provat që ti ke, e kupton? Miku im thot, kjo dhe vlla, se kam kushëri, Po. ma su merr me te, se po e them nuk kam gjë me te, nuk e njoh. As ky djalin tjetër nuk e njoh. Mu para telefonin nga i kushëri ti. Se Shqipëria kjo është, marrë një tjetër. Po. Nga thonë kushërin i ti, po më personoj nipin. As i gjama tepër. Po. Dhe, këtu marrë në ne historia ime dhe thotaj, a pimi kafe, që ti vem ka pak sa historie, mos keni gjana varë. Dhe pim, vajtëm, pim kafe në lokalin e ti. Po. Të kisha madhe, gjedis kisha madhe atje. Po. Në mdojnë e tjetërit, Po. është përderi sa, hy zotnia, i ka hy kësaj pune, për pache, unë nuk i bi mati, këra nuk kam se sa njeku ma. Dhe mbyllën, ditë ma vonë, bëj një video, vajtën së e di dhe këthejmë si që të kësohën fillim. Po. Bëj një video, cilën një dispononi, Po. dhe them, një zinxhir supermarketesh, po helmon Shkodran. Po. Ma nga asortimente të skaduara Po. ekzistojnë. Po. Cili është ky zinxhir supermarketesh? Do e marrim vesh shumë shpejt. Ndar. E Lëp kuptoj. ndar. Po. Do ikën në Tiranë, do të ktheheshin. Po. As nuk kam përmend zinxhir, Po. emër, asnjë gjë. Dhe vetëm do me bëj parantezë të vogël, pak më kthy te kafja. Po. Sepse Po. vetëm 2 sekonda se ka rëndësi për mua, pasi ajo zoja është një shumë keq. Ajo zoja të cilin ai e quan hajdute, Po. simas kontakteve djeshme, se ky person i cili më ka involvu të keq, më ka bërë telefonata atë natë, Po. sot më shoshënon me makinë, sepse në jetë përgjegjës. Qartë. Se isha unë që të futa këtë mesele, personi i cili më ka telefonu. Po. Pra kushërini këtij pepas. Dhe në shoh se unë kam thjesht një pyetje, ju dispononi sa mesazhe që ju kam mësuar. Po, ja, tani është momenti i mesazheve, ta japi regjia, po. Qofse e zoja ishte hajdute, Po. për çfarë more prapë telefon për punë? Dhe ja dha mundësinë asaj me të refuzu tytesh. Që ki 150 punëtor, ja dha asaj, hajdutes ja dha mundësinë me të refuzu ty, sikur nuk shkojnë bashkë. Tash nëse hajdute dhe dëbon si hajdute, Po. që ja vën edhe etiketën edhe në live, në emisionin tuj, po ai harroi mesazhin që i ka çu për punë. Si duket zotëria ka impulsiv, harron. Edhe këtë desha thjesht me serus është gjëna që një nanë e fëmijë dalin të ketë hajdute. Vini, çfarë lidhje ke ti me këtë zonjën? Çfarë lidhje ke ti me zonjën në fjalë? Ke lidhje familjare? Jo, nuk e lidhje. Unë as nuk e njoh me e pa në rrugë. Qartë. Nuk e njoh me e pa në rrugë. Thjesht, ju thash, mu në të histori, po ka fut miku im, më merr në telefon dhe më thot, a mundesh më ardh deri në gjetjes në Skënderbek, sepse i tash ka ndash me mira nipit, jam më dhon rrugës duke shku. E kishin kërcënuar, kishin nal, ku di se çka kishte ndodhur mes tyre, kanë bërë pa ditë, i kanë tërheq punë të tyre, nuk hiun atë punë. Qartë. Unë ndiva si detyrë, Po. humane, qytetare, gazetares, profesionale, gjitha, me zjarrë situatën një njeri që ishte i kërcënuar mes rrugës. Tani, për transparencë, le ta themi në emisionin me zemërtapur, atë video që ti ke bërë për rrjetin e supermarketeve me produkte të skaduara, bëj fjalë dhe ti ke hedhë si një pikpyetje që ndoshta qytetarët e Shkodrës të vinin dhe të denonconin në rrjetet e tua sociale. Ka qenë për supermarketin Xhedis apo jo? Apo ka dhe supermarketet të tjera me më shumë emër, më me pak emër? Se duhet ta thënë. A, okej. Jo, mirë, mos e thuaj. Po them, ka qenë ky sun. Atëherë nuk ka, atëherë këtu duhet ndalem unë.
për çka zotërisë i doxhi, sepse zotëria ka bërë telefonat në mëngjes, kur ka pa videon, të cilën nuk kam hedhur rreth orës 9 mjesit, më fali. Rreth orës 9 mjesit, kam hedhur një video nga qendra Shkodrës, se xhamia që i thojmë, në qendër. Dhe nga aty, kam hedhur një video ku tham, ekzistojnë produkte të skaduara në rrjet supermarketesh. Nuk ka vënu punojnësit e policisë në darkë, pastaj kur pa rezultatin, thanë, po e na mori ne, dhe na tha, ky gazetari pse më vjen shok ka shumë. Vini, ndoshta edhe për shkak të mbrojtjes që ti ke bërë Jurgen Pepës, ndoshta për takimet që ju keni pasur, ndoshta për gjithë shka ai ka menduar që... Është një Jurgenit, është një çështje tjetër, dakord, pra është një çështje tjetër për cilën ju... Jo, ai me Jurgenit të rroqen pa ditë, rënë dakord. Dakord, e kuptoj këtë gjë, e kuptoj, por ndoshta ai është ndjerkeq se duke e mbyllur çështjen me Jurgen Pepaj, ti po del dhe po e sulmon në një tjetër mënyrë, mendoj unë. Ndoshta se ka ditë veten, sepse në tavolinën ku kemi ndaj, vetë zotëria. Vetë zotëria në fjalë. Po. Zotëri, hajde mo. Po. Vetë personin në fjalë. Po zotëri mos i thanë që është zotëri. Qartë. Vetë personin në fjalë, me ka tregu 2 video pa dije, Po. që kanë qenë qytetar. Me ka tregu video pa dije që kanë qenë qytetar dhe janë anku. No, dhe në këta gabime mund t'i harrojnë në herë se jenë në njerës. Po. Mund t'i harrojnë se jena njerës. Vini, kjo është njoja që ti ke pasur me Prel Gjonin, kjo që po tregon sepse ka kaluar 20 minutat e para, po shkojmë drejt 20 minutave të dyta dhe unë shikoj që kërkon të ndërhyjë edhe avokati zotin Due Pietra, jo si përfaqësuesi emisionit me zemër të hapur. Unë duhe thonë pjesën tëme, mandaj na Nu Pietra. Dakord. Por mbaroj me pjesën tënde që të fusë edhe avokatin. Jo, po kalem një disbalans, a shikojnë fol dia do Dakord, por duhet përfunduar Vini, ka një përfundim. Më thuaj, çfarë ke për të thënë? Unë po i vajnë detaj sepse zotëria e kishte mundësi ndje, abuzoj me disa teori konspirative, teori që s'dikuj mbështeste, dhe prandaj unë po i marrë detaj që të sharoj, sepse do kam një ftyrë, kam një detyrë, jam dhunu, dhe ai për më shumë të dhunon, do me të hallë dhe balë sipër. Qartë. Është shkoa vend kurri. Qartë. Dhe po du mi dhanë punë tani. Po. Po ja punë me visë. Të mirë kuptoj. Ke kohën të panë televizive. Është shkoa televizive, po. Zotëria në fjallë. Që aty, ka reagu në mjesë, ka marë, i ka djekë. Dhe pra mej, pyetja jam është se i doqi. E di ti vetën? Do i vi momenti do dalin. Por, se ashtë aji, apo ashtë vetëm aji, aja pun tjetër, po e la, po më dohe me që të su shpirtërisht. Nështë aji nuk ashtë hiq fare. Dhe e ka mund vetën këtë mesele ka i tëtë. Ndoshta. Aty ashtë të mbyll gjdo gja, kur jam afru, arritën punë, kur jam afru, nuk ka dhanë mundësin. Se me një pyetje kretë njerëzore, mu në dhanë, ola, keme mua që e të bëllë. Qëmë të të bëllë? Ku? Pse? Po qëfaj ka mune, zotë njësë në qofë se 5 qytetarë, duke pa di që unë baj, gjenë pështetit të konë dhe njësin video. A qëfaj jep? Unë si gazetarë dhe ti si gazetarë tjetën do bashkë, dhe publikojen. Po pa tjetër. Ju falenderoj, Marova. Ja, 1 minutë Vini për para se të largohesh dhe unë pas teje... Jo, të lutem, mos mu largo, do ta marri fjalën avokate Sara Demrozi, patët një shkëmbim bisede, mund ta themi, ose batute nga ana jote që në fillim, sepse ka qenë edhe avokate që ka qenë ditën e djeshme në këtë studio. Sara, do doja, duke qenë se kam Vinin, dhe t'i kthehemi një të shkuare që ti pretendon se ndoshta mbi Vinin nuk është i pari proces gjyqësor. Vini thot, unë me zotin Prel Gjonin nuk kam asnjë proces të hapur në dienin time për shpifje. Dakord? Tani, ku do kanalizohemi me ty se më duhet fusë edhe avokatin Due Pietra? Patjetër. Ne dëgjuam dje edhe zotin Prel Gjoni
edhe ai dha deklaratat e veta. Mua më vjen keq që zoti Ervin ndihet edhe ndodhet në këtë situatë momentalisht, por duhet të theksuar edhe një gjë. Profesioni i gazetarisë është një profesion. Si ke pas mundësi me të shkuara, djeria parë. Urdhro? Nëse. Mund t'i thuash edhe të shkuara, thot. Shkuara, po. Kalu të sulmi, sepse patash personale mu sulmin se mora vesh as nuk njas, nuk nje. Po nëse, vazhdo. Mund t'i thuash gazetarit të shkuara për gjendjen e tij. Patjetër, mua më duket shumë në gjendje faktikisht. Në cilën ndodhet, besoj është e njëjta gjë. Ndjes që nuk ju përgëdhela dhe të shkuara, zotri. Nuk kam nevojë për gëdhelje. Po pra po, tani unë nuk po ju ndërpres, unë ju dëgjova, dy keni folur, pjesën e parë, pjesën e dytë nuk ju kam ndërprer. Atëherë. Sara. Gjithsesi, si pas deklarimeve edhe të zotit Prelgjoni, si foli dje, edhe tha që kam një situatë gjyqësore me zotin Ervin. Zoti Ervin më ka shantazhuar shumë herë, ka thënë. Zoti Ervin ka ardhur shpesh këtu, Zoti Ervin ka kërkuar vetë të më takoj, edhe sot na del një version tjetër të zotrisë. Mua më bën përshtypje edhe këto videot shumë të perfekte që ka bërë jashtë policisë, pra në momentin se që ti dhunohesh, ose pretendohet të dhunohesh, edhe ndihesh, je në një situatë rënduar, emocionale, psikologjike, ke vajtur, ke bërë detyrën tënde si qytetar, jo si gazetar, si qytetar, ke vajtur tek policia, më pas bën direkte video edhe i publikon për çfarë, për të informuar publikun apo për ta manipuluar publikun? Se çfarë ka bërë Vini apo çfarë bën Prelgjoni. Po, më kalon në tjetër version. Po. Nuk pretendohet. Por është fakt. Të lutem, të lutem, se fjala pretendohet shumë e rëndë. Po pra, por është fakt, po të them, Vini jam në prezencën. Po, është fakt. Nuk pretendohet, sepse unë, si tha dhe zotnia dje, nuk shkova dhe ushtriva në asfalt dhe ja futa me kokë. Damtime duken. Ato videot i kanë bë kolekt, kanë qenë 10 kolekt jashtë dere duke më pritur. Qartë. Nuk i kanë bëhë në videot. Ata kolegët më kë ishin me ju apo me zotin Prel? Dhe unë kam i pyetje për ju, cili është interesi ju i kaq sulmues? I kujt ju, specifikoje? I zojës. I zonjës, po. Atëre, Sara, absolutisht patjetër. Tani është e qartë që kemi dy versione, edhe dy versione janë shumë të kundërta. Ju thoni diçka, zotria tjetër thot diçka. Duke ndodhur në këtë situatë, ku kemi dy versione kaq të kundërta, unë thjesht dua të kuptoj si ka mundësi që gjithë kjo situatë të bëhet publike, jo vetëm për faktin që ka ndodhur çfarë ka ndodhur. Pra, pse ka një interes kaq të gjallë kundër nga Ervini, po kjo ka nisur edhe përpara, sepse ka dalur edhe në portalet të tjera, edhe në TikTok, edhe në Facebook. E tha përgjigjen Vini, është dhunuar fjala e lirë. Është dhunuar fjala e lirë. Tani, a ka mundësi të mos bëjmë gjyqjen as të Ervin Dushit, por as edhe të Prelgjonit? Po, mua më duket të lëmë të bëjmë hetimet. A ke pyetje të drejtë për drejta Sara për Ervin Dushin? Patjetër, jo, nuk janë. Është nga Shqipëria e Mesme, ta siguroj unë që Sara nuk ka lidhje me Shkodrën, fare. Është një vajzë e studiuar në Itali, lindur, rritur, dhe është nga qyteti Kavajës. Është nga ku kishte kohë televizive, po ta lësh edhe sot, nuk kemi as kohë. Se kam edhe Eduardin për të folur mbi dhunën ndaj teje, Vini, jemi gjithë me ty, e pa tolerueshme dhuna as ndaj një qytetari thjesht, sidomos ndaj një gazetari. Ke pyetje që mund të përgjigjet Vini, të lutem? Po, në vitin 2010, a ju ka ndodhur ndonjëherë që të jeni dënuar për ndonjë çështje penale? 2010 nuk kam shkuar Suedi, nuk kam qenë i pranishëm, nuk e di, unë me datën 10 mars 2010 unë kam ikur në Greqi dhe pra aty në Suedi, letë e vërtetueshme në sistemin Teams. Po, pse bën këtë pyetje Sara? Se ndoshta ke ikur në mars, po. A është se kjo zoja ka një interes këtë mes? Atëre Sara, të lutem. O Sara, se nuk po them më zoj. Të lutem. Atë kena thirrë me bë gjyqin apo me fol për rast? Çfarë ka në 2010 në Ervini që ka shkuar në Suedi? Jo, ju pyet zotri sepse dilni si gazetare dhe dua të di statusin tuaj, a jeni fiks gazetar apo çfarë, sepse nëse pretendoni që zoti Prela ju ka dhunuar edhe ju ka goditur për shkak të detyrës, tani ta kuptoj mirë se çfarë detyre ke.
unë jam person i lirë mbi të gjitha. Patjetër, jeni qytetar si gjithë tjerët. Sara. Jam gazetar si Shqipëri, në gjazoj, se ti e ke shumë personale me mua dhe nuk të tala me kalu shumë. Se si dje si sot. Atëherë, unë jam gazetar si Shqipëri, si Suedi e ndërume. Rregu? Si Shqipëri, si Suedi. Ku jeni regjistruar në Shqipëri? Urda? A jeni regjistruar gjekundi në Shqipëri si gazetar? Apo jeni vetëm në portale, gazetar TikTok-u? A do me pagu sigurime shoqërore ti? Jo, atë po pyes, mjafton po apo jo, pastaj e dini vetë ju se çfarë doni. Po se pyete shokun ta ndje kaq shtumë. Shokun tim? A kupton pa më po, se shoku jet më i bjet. A kupton ku ule nivelin mo? Dhunimi një gazetarit, ju mbroni. Tani ju jeni dhunuar si gazetar apo si qytetar, sepse edhe kjo do cilësuar. O Vini, po të bën një pyetje të thjeshtë, je dhunuar si gazetar apo si qytetar, thot Sara, avokatja? Unë jam dhunu si gazetar. Si gazetar. Atëre, ju lutem, ta moderojmë një emision Sara. Përse pyete për 2010-ën, të lutem, se nuk mund të hedhim një fjali edhe të mos e çojmë atë deri në fund. Në mars të 2010-ës, nga Greqia, Vindushi thotë që unë kam shkuar në Suedi. Lej, ato që ku mos më thonë, lej të shkombrojnë gjyq, përdorin gjyq. Sara, po pra, për rastin në fjalë, shko dhe mbroj në gjyq, pra janë disa detaje që do t'i flasësh në gjyq. Të lutem, atëre, qfar problemi kanë 2010-ën tani, ta kuptoj? Portale, pas kërkimeve që kemi kam bërë për kuriozitetin tim personal, ka dalë që zoti ka qenë konfliktuar në Shqipëri për një rast të tjetër ku nuk e di fik situatën, prandaj e pyeta se do dëgjoja versionin e zotit Ervin. Ku ka qenë i konfliktuar me një doganier, ku është dënuar për një vepër penale, një korupcion pasiv edhe... Në doganën e kujt në 2010-ën? Në doganën e Gjirokastra kishte postuar... O Vini, sa të vërteta ka në këtë që thotë Sara? Nuk e di, pastaj mbetën pra, në qoftë se do hysh dhe të googollosh në emrin tënd... Pyte Sarën, a jam arrestu? është arrestuar, ndaluar, proceduar? Nuk e dim, duket ishte shpallur në kërkim, prandaj e pyeta sepse isha kurioze ta dija dhe me që ka ardhur këtu. Jo, jam kurioze ta di, thotë. Ndërtoja pak personazhin që po ngren të gjitha këto akuza, prandaj. Jam e hallbal, e sa lërë gjundi. Jo, tani, duke qenë se po flasim për të hedhur balt, ju keni disa muaj që dilni në portale dhe flisni për supermarketin në fjalë, edhe për personin në fjalë me cilin jeni edhe konfliktuar. Tani, duke qenë se jemi të gjithë të barabart, atëhere lind pyetja natyrshëm, pse mos ju pyesim edhe ju. Përderisa ju jeni një figurë e pastër. Atëherë, e vis, mund të mirë që pas ke thirrë dy avokatër të zotënis, ta dish atë marrë shonë e avokat. Se kështu mi vjen por, se ai pas ka përfaqësuesi. Po, Vini, po, ja e kam zotin Pietra, nduhet Pietra në lajmëroj regjia në këto momente, i duhet të hy në gjyq, ju lutem, o Vini, po ti bëjmë balancë e emisionit, të lutem. Të lutem, jo, po duhet me pasi balancë, sepse Zoja... Po lëre me zonjën, ajde të flasim me zotin duhet Pietra, lëre zonjën, duhet. Mundohet me balsos emrin. Ajo thot, nga kërkimet që unë kam bërë në 2010-ën, në doganën e Gjirokastrës... Dhe une të them... Jo, nuk është e vërtet, oke? Kure kap një gja, lezve krejt letrën, mos lezove të ndy rrallë. Oke, mirë. Ndue, po, Vini, po nuk të bërë. Përshëndetje, avokat. Përshëndetje, mund të dëgjoni vetëm një rast. Po, në vitin 2009, arrestohet Bashkim Dervishi dhe Julian Zonaj. Dhe shpallet në kërkim sepse Ervin Dushi ka bërë presion pra doganierit Ermaj Voska dhe është dënuar me 4 vite burg. Të lutem zërin e Vindushit. Ervin Dushi një gjokto në përmjet fikfare. O Ervin, një gjokë, për shantaj, gjokë venje. Pra kur të gjokë venje, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare, ti kërku që të publikosh një video me fikfare,
në vitin 2009 dhe në 2010 për të shpëtu që ne je largu nga Shqipëria. Dhe mos thuaj që jo. E para, e dyta duhet të shtaroj një gjë. Ti nuk je gazetar në asnjë vend në Shqipëri. Dhe nuk je gazetar që keni dokument i regjistruar te Unioni i Gazetarëve. Pra, të gjitha këto veprime, mu vjen shumë mirë që ngrihet zani çop për sa i përket ushqimeve dhe korrupsionit në Shqipëri. Dhe unë e përgëzoj çdo person, por jo të arrijmë në këtë moment që të dënohesh një herë për Gjobvenje në vitin 2010 dhe të kthehesh në Shqipëri dhe të fillosh ti tani këtu të vesh gjoba qytetarëve shqiptarë se bizneseve shqiptare. Ndue, dhuna ka ekzistuar nga Pril Gjoni, përsa i përket kolegu mund ta ushtrojë profesionin e tij në Suedi, mundet të ketë denoncuar supermarketet Xhedis edhe si qytetari thjesht, edhe si... Bravo i kjo. Jo, po çdo person që ban një gjë të tillë, unë e përgëzoj për sa i përket. Por jo presioni, dhe duhet i tham vetëm një gjë, që a mund të rrahin kushtot? Vetëm pyetja. Po jo mëse nuk justifikojmë dhunën kështu, Ndue. Nuk e justifikojmë, por ama ai nuk duhet. Pril Gjoni tha unë vetëm e shtyva. Të lutem, kemi qenë ballë për ballë, njëri tjetrit unë vetëm e kanë shtyr. Po ama gjendjen e vinit kush e bëri kështu? E ka shtyr dhe i ka ra. Tani ligji parashikon për çdo vepër penale. Po? Pra, parashikon dënimin e tij. Çdo personi, ne jemi kundër dhunës. Por për sa i përket rastit konkret, pra, ai nuk ka se ka dalë për të shpëtuar shqiptarët ose shkodran për sa i përket. Po edhe këtë duhet ta bëjë, Ndue, edhe këtë duhet ta bëjmë gjithë neve. Duhet ta bëjnë çdo person. Po pra. Por jo të thonë jam gazetar, pa qenë. Po mirë pra, le ta lëmë gjykatën të japi vendimin, a është rrahur Ervin Dushi në krye të detyrës apo si qytetar, që rëndësi ka, dhuna ekziston. Ne ju garantojmë për këtë që themi. Ne kemi bahetimet tona, jo vetëm për këtë, por çdo person në databazin e shoqatës avokatëve antikorrupsion, ne kemi mundësi të marrim çdo lloj informacioni brenda kohës reale. Pra unë ju garantoj që nuk është gazetar, është i dënuar në vitin 2010 me 4 vite bashkë me persona të tjerë, të cilët kanë shantazhuar doganierin për t'i marrë para dhe i kanë kërcënuar atë në përmjet fiks fare. Të lutem tani përmend edhe emra kolegësh edhe emisione që janë po kaq jetë gjaca emisioni me zemërta, por të lutem tani. Emisioni në fjalë ka bërë detyrën e vet, Ndue. Nuk ka nevojë këtu të përmendim emra kolegësh apo emisionesh të nderuara, por po flasim këtu për Ervin Dushin dhe për dhunën. Të lutem. Nuk mund të çuni një gazetar, se pastaj do pendojnë gjithë. Jo, dakord më, unë thash, ai është rrahur si qytetar, si gazetar, le ta zgjidhë gjykata këtë gjë, por që Ervin Dushi ushtron profesionin e tij në Suedi, kjo është e ditur dhe në Suedi. Nuk ka më as në Suedi një dokument, po gjitha këto. Unë duhet të mos e kthejmë në debat bashkë. Natyre janë regjistruar në Malë, janë regjistruar në rreth në për shtete tjera, ku nuk i kontrollojnë. Dhe ligji i funit që t'ju them, ka dalë tani nga qeveria shqiptare që çdo person që nuk është i regjistruar te Unioni i Gazetarëve dhe ketë njëtë në Shqipëri, do konsiderohen si vepra penale. Faleminderit Due Pietra, ndjekim hapësirën e dytë publicitare, rikthehemi me Ervin Dushin edhe me fjalën që i takon tashmë në pjesën e tretë Eduard Tafës, psikologu tonë. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë dhe të fundit. Në fakt kanë mbetur shumë pak minuta për të diskutuar për atë çfarë ndodhi ditën e sotme. Ka folur Ervin Dushi, kolegu ynë nga Shkodra, i cili është dënuar pa bërë ende 48 orë, rreth orës 19:30 të ditës së sotme, bëhen 48 orë nga rraja dhe plagosja e Ervin Dushit. Ne kemi dhënë një intervistë gjatë të Ervinit përpara
përpara ambienteve të komisariatit të policisë Shkodrës dhe ndërkohë kjo dalje prej 4 minutash e Ervinit në atë intervist provokoi që ditën e djeshme të hynte dhe agresori i tij dhe tani i mbetet prej Gjonit të dali përpara togave të zeza të merret masa e sigurisë, ndërkohë që Ervin Dushi ditën e sotme ka treguar pozicionin e tij njohjen që nga fillimi, por dalja në fund të pjesës së dytë, avokatin Due Pietra si avokati i emisionit me zemër të hapur, por që rastësia mbreti botës, thot populli, është edhe mbrojtësi i Prel Gjonit. Do doja të dija mendimin tënd, sa e rëndë është dhuna mbi individin qoftë qytetar, akoma dhe më e rëndë në krye detyrës, e di. Mirë, dhuna është një formë që normalisht secili prej nesh edhe mendoj që këtu biem dakord gjithë në të njëjtin mendim që duhet dënuar çdo lloj forme dhune. Edhe unë personalisht do të drejtoj argumentin tim jo të bazuar mbi persona ose konfliktin që është ndërtuar midis tyre, por ta kanalizuar më tepër në formën e dhunës që ne shpesh herë nuk përdorim gjithmonë, po them unë, forma të tjera për t'i zgjidhur çështjet tona. Edhe po të shikojmë për shembull nga dhuna verbale që është gjithmonë ai përplasja e parë midis personave qoftë edhe në distancë, edhe normalisht është pak më e shprehur edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, shpesh herë duke mos zgjedhur një mënyrë më të duhur, pra një mënyrë po themi më praktike dhe më demokratike për ta zgjidhur, më pas kalon edhe pjesa e dhunës fizike. Mendoj që janë forma të dhunës të cilët jo vetëm që nuk e zgjidhin një problem të tillë, por më tepër lënë hapësira për ta përkeqësuar atë. Për arsye sepse për shembull, format e ndryshme të komunikimit, institucionet, por detyrimisht edhe organet e caktuara, janë shërben dhe janë gjithmonë funksionale për të arritur për t'i zgjidhur, për të mos eskaluar një situatë të tillë, për shembull deri në përplasje fizike ose në përplasje të formave të tjera midis dy personave. Është shumë e rëndësishme që për shembull edhe një ngjarje e tillë në këtë rast është kanalizuar në institucionet përkatëse, aq më tepër ku ka shkuar dhe institucionet e drejtësisë, ku të dyja palët shkojnë ta gjejnë, domethënë, të drejtën e tyre, duke mbledhur të gjithë faktet që mendojnë që kanë përballë njëri tjetrit ose kundrejt asaj që ka pretendime nga dy palët për ta zgjidhur në gjykat. Mendoj që moshat janë të përfshira, janë mosha adulte dhe mendoj që e kanë, po them, e kanë maturinë e duhur, përvojën e duhur, duke u njohur shumë mirë, po them, me mënyrat se si duhet zgjidhur, mënyrat më esenciale, sepse mbi gjitha ne jemi njerëz dhe të drejtat tona, prandaj sot ka institucione, ka organe mbi të cilët njerëzit do të drejtohen, sepse janë pikërisht ato të cilët vendosin rregulla dhe format që duhet zbatuar për t'i zgjidhur. Pra kur dy njerëz nuk arrin dot ta zgjidhin për shkak të pretendimeve apo divergjencave që kanë në çështje të caktuara, duhen drejtuar atje dhe të tërhiqen gjithmonë nga palët mbrojtëse dhe mos arrin në atë trysnin apo presionin për t'i zgjidhur mbi njëri tjetrin këto gjëra. Aq më tepër dhe bazuar pak mbi kontekstin kulturor që kemi të bëjmë me një zonë që është pak e ashpër për sa i përket trajtimit të çështjeve, sidomos kur duhet zgjidhen në mënyrë individuale. Shkodra është pak e butë, shumë qytetare për sa i përket marrëdhënieve njerëzore, mendoj unë të paktën. Po, sepse të jep edhe marrëdhënie njerëzore dhe empatike dhe domethënë është një qytet nga i cili linin shumë po themi gjëra të bukura, arti, kultura, muzika, gjithçka. Por mendoj që sot jemi në një kohë dhe një ditë që duhen zgjidhur mënyra shumë institucionale, demokratike, qytetare. Unë të falenderoj Edin. Ndërkohë që i kam të dy në një lidhje të drejt për drejt, jam drejt fundit në 4-5 minutat e fundit, Ervin Dushi, Due Pietra. Atëherë kërkoni një përballje midis jush apo gjithë secili nga ju kërkon të shprehë mendimin e fundit? Jo, do të thonë, vetëm me leje të nus, do e marrë fjali dhe do largohem për arsye personale. Atëherë, e kam me Zojen fjallë. Herë tjetër, kur të marrësh përpara një vendim, lexo pak më shumë, mos lexo vetëm 2 rreshtat për baltosje, Zoj. Po lexoj ti më shumë dhe thuhet plot. O Ervin, që do me kujdes. Nuk të ndigjova ti nuk e bë pyetje. E para duhet të thush. Pyetja që s'ka bën edhe avokatja në studio, të ka thënë, a ke në lidhje me këtë dënim apo jo? Pra, pyetja, a ke në lidhje me këtë dënim? Ndue, është pyetje. Atëherë ta lëm Vinin ta mbaroj dhe do jemi bashkë. Vini. Po, të lutem, Vini për mblidhur. Atëherë, po për mblidhur shkurt. Po. Herë tjetër trego më saktë. Duhet të flasë shpejt për çështjet tuaja. Unë mund të të bëj pyetje. Nuk kam më kohë, Sara, të lutem. Të kemi kuptimin tuaj, po Vin. Të sigurohet përpara se të pyesi, po. Unë nuk e kuptoj se si
një zoj, një femër, mund dalë me mbështet dhunën. Prandaj është dhuna Unë nuk mbështes dhunën, zotri, unë ju bëra pyetje tjera. O Vini, po pse merresh me Sarën e cila ka përfunduar studimet në Itali edhe jo me Ndue Pietrën? O Vini, të lutem. Ju lutem, kur mbështetni dhunën, dhunimin e fjalës lirë. Jo, mos e manipuloni fjalët e mia dhe situatën. Unë nuk jam në mbështetje të dhunës, unë jam në mbështetje të ligjit edhe të verifikimit të fakteve. Ma shumë, nuk di se qatë ju thamë ma shumë, juristave të Kristalit. Faktikisht unë jam kam mbaruar studimet në Itali, ta jap të informacion. Po gjithsesi edhe sikur të isha e Kristalit, zotri. Vini, edhe ju Sara gazetari jeni, avokate nga Italia. Unë të përshëndes, faleminderit, dhe të uroj ta gjesh të drejtën tënde të kësaj dhune. Jo, na dëgjon Ervini, pa merak. Po nduat. Atena vetëm i gjatë duhet të me që ai pretendon dhe vjen shumë mirë për gazetarë. Ideja dhe u hon një pyetje atë dhe ai nuk ka pse të djeg nga pyetja. A keni lidhje me datën me vitin 2009-2010 kur janë denuar me 4 vite për shantazhim doganirit se do të publikojnë një video apo jo? Kjo ishte pyetja edhe avokatëve edhe personelit. Tani, ai vetëm kësaj pyetje ti përgjigjet. Po? Jo. Ska nevojë gjë më tepër. Ja pra duhet ta tha nëpërmjet Sarës që pyesni përpara se Sara ka googulluar emrin e tij. E kemi në dorë vendimin e gjykatës. Pra ka një vendim të formës së prerë thua ti. Po kur e keni na jepni këto fakte dhe të flasim. A bëhet fjalë për Ervin Dushin, kolegun ton apo për një Ervin Dush tjetër? Ma jepni këtë ta pasyurojmë. Ashtë njëjti person. Dhe këtë po një, nuk për i themi më thuaj. Këtë po një, po. Mirë, atëre, kjo është një provë që ju Ndue Pietra do ta përdorni në gjykatë si mbrojtësi edhe i Prelgjonin të cilin e kemi dëgjuar dje. Ke diçka të fundit të Ndue, duke qenë se ti e ke në dorë këtë vendim gjykate. A thua se rasti 2009-ës është i ngjashëm me këtë të 2026-ës? Pra kjo ishte ajo që ti kërkoje? Nuk e them dot në këtë formë, por dua të them vetëm një gjë. Që nëse nuk je i regjistruar si gazetar, nuk mund të diqesh si gazetar. Nëse nuk je pra person i cili paguan zotërimet, tatimet e shtetit shqiptar, nuk mund të hiqesh si gazetar. Pavarësisht se mund të jetë çdo qytetar mund të denontojnë diçka. Pra, korrupsionin, ushqimet dhe çdo gjë tjetër që shohim me sy, ashtë e mira ta denoncoj. Dhuna është e papranueshme Ndue edhe ndaj qytetarit edhe ndaj gazetarit. Gazetar dhe qytetar janë të barabartë përballë ligjit, por në qoftë se dhe në qoftë se je në krye të detyrës siç bëjmë ne çdo ditë dhe denoncojmë qoftë në rrjetet tona sociale me statusin e gazetarit apo të qytetarit, dhuna është e papranueshme. Faleminderit Ndue që të kisha drejtuar. Diskutimi a kemi shantazh apo jo? Po le të lëmë gjykatën. Çdo shqiptar, shantazhi sjell dhunë, nuk sjell. Okej, mirë, Ndue të falenderoj, punë të mbar, shantazhi thua ti sjell dhunë, por unë nuk e mendoj kështu të sjellë dhunë, sepse duhet mendojmë sa gra dhe vajza janë shantazhuar nga të dashurit me video të momenteve të tyre intime dhe më pas ato jo vetëm që janë shantazhuar, por janë vetë vrarë duke përdorur metoda nga më të ndryshme, ndoshta janë vrarë edhe nga partnerët kur nuk kanë pranuar shantazhin. Kështu që ha vend për diskutime gjithë kjo, Sara. Unë do dhe dhe ti në zjarin e debatit. E debateve të emisionit në zemë të ako. Do t'i them zotit Ervin që nuk kam asgjë me te dhe s'ka pse e merë personali. Unë e pyeta, sepse ishte drejta ime ta pyes. Po mirë, avokati ka fakte, ndërsa ti kishe googulluar dhe emri i ti dilte. Dhe ti e pyete. Për këtë edhe prandaj e pyeta, sepse më bëri përshtypje duke parë edhe çështjen e deshme që personi fiks po thoshte që ky më ka shantazhuar për këtë çështje. Dhe prandaj doja me pyetur pastaj zotë Ervin të shkuara. Po, edhe faktikisht, të gjitha provat që Ervin Dushi dha ditën e sotme, makina e cila e ka nxjerrë nga live në TikTok, ka rihyrë
pasi ka përshëndetur miqtë e tij të TikTokut, sepse është ndjerë i kërcënuar dhe gjithë ato që ka treguar Vindushi sot, paktën ky denoncim është në policinë e Shkodrës, policia e Shkodrës. Faleminderit edhe një herë që ka reaguar në kohë reale, më njëherë pas transmetimit të emisionit të dieshëm është ndaluar dhe arrestuar Prel Gjoni, i cili pritet të dalë përpara togave të zeza. Falenderoj Eduardin, falenderoj Sarën, falenderoj Ndue Pjetrën, por mbi të gjitha kolegun tim Ervin Dushi, falenderit që ishe me mua ditën e sotme për te të gjithë debateve që pati emisioni me zemër të hapur. Falenderit edhe ju miq që na keni ndikur drejt për së drejti. Nga ku ndodheni, bashkë takojmë në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.